Shumicën ka qenë vendimtar, se e ka prej listës, pa është një investim i madh në atë koncept politik. I vazhduam edhe me këto partit tjera, sigurisht paktohet ta kishte rezultatin e njëjtë, pra VV dhe ashtu dhe thash. Po çuçi pa deklarimin e tij në lidhje me AK-n, po ashtu edhe gjua e tij në lidhje me Nisman, pasi që komandanti ju drejtu disa herë me komandant Çeliku me deklarimin e tij të dhënë dje në RTK, derisa për juve tha që nuk e kishte kalu pragën ose nuk i shkon lima. Besoj që po del kurti i vërtet, i cili përmembet tani në pushtet, i ndron fjalët e veta, hajvanat që janë hajvan, ata tjerë që janë, ta shohim si ka me ndru edhe për kënd. Kuptohet nëse ke udhëheq konceptin tënd politik me mashtrim gjithkohën, edhe është evidente që një ditë zbulohet mashtrimi, edhe ja po shihen sa ka qenë mashtrim. Ka angazhu këtë vlenin e Maqedonisë, besoni, me 10 njerëz të vlenit Maqedonisë, vinë prej Maqedonie me kontaktu Adem Hoxha, me kërkesë të Albinit. Ky është Albin Kurti. Për çka me marrë për ju? Me marrë votën për matutje. Ky është Albin Kurti. Në anë tjetër Ilçon sejmet e tij me kritiku pse ai ka bashkëpunon me ne. Ka arru se ka votu një herë për koalicionin e tij edhe kandidatin për president. Kjo është historia. Për fat mirë jemi sovran politik. Nuk jemi me bojgje, nuk jemi peng. Ne dim që është mashtrues. Shifni standardin e jetës sot, shifni çmimin e energjisë. Ju lutem, ne vujmë, s'kemi prodhim. Jemi një ekonomi konsumuese, vetëm konsumojmë, importojmë shumë që shedini, bilanci hektare shumë i madh. Tani imagjinoni në çfarë gjendje janë prodhues të Kosovës me këtë hapjen e tregut energjisë. Të gjithë do të jenë me humbje, pra do të mundë dikush me prodhu në Kosovë, me kosto reale. Ky njeri që kundërligjshëm shkon edhe në qeveri e çon dorën, nuk e intereson kjo pjesë, ka avin e vetë. Besoni këto dome që i bojnë në Kosovë, që të mirë në Rusisë të Serbisë, e kam hana në kalumen, e dini. Nuk është ashtë që e kam hana ashtu. Një edhe që në veri e kem pas kryme rendin dhe ligjin. Një dini ata që kanë qenë të ngesh për rendin dhe ligjin, e kanë pas lëshu Kosovë në atë kohë. Bashkë që në rëmëta dhe ne kemi pas proces me eqë për para progresiv. Kjo mund një investim 25 vjeqare këthejnë foto për veti. Në foto për veti, për një dy ministra binet e të sfekve në atë tjetrin. Këtë kjo është historia ati, ju lutëm, edhe po shkon duke u qvesh në vazhdimësi. Unë besoj që qytetari i Kosovës, shqiptari kudo që është në Ballkanin në diaspor, po e se kush është ky edhe vërtet që e që kemë handikur është ashtu. Duket se e kanë dikun kuzhinën e njajtë, ata që udhëheqin atje me këta këtu. Ju dini, aja qeveria atje nuk ka qenë as miqësore, ndaj shumë vlerave. Po shia që e kanë kuzhinën e njajtë, pa e një kuzhinë. Po të ndohet Hoxha nga këto oferta? O se di, nuk është me nësi kjo pjesë, është me nësi që ka përbojnë ata, besoni. Si po si edhe në ata, e shumë e havicme. Janë 10 njerëz me listë mund t'ju hape, që insistojnë, e mojnë rrugën për atje, e mojnë mundin, që njerëz tu, me shku me lypë votën Adem Hoxhës. A mund të tregoni disa? I kanë treguar njerat me gjitin, ata i zedin, ka të tjerë si kë, mu imi avon një listë një ditë tjetër, sot po vjekese. A mund të shkojmë me zere të reja, zëtëre Radinaj? Se vendosin, ata do të vendosin bashkarisht gjithë. Do të ishte edhimshme që Kosovë në e një në zire, pa implementu këtë rezultat, po nëse vërtet e mojnë peng kështu, ma mirë me shku.